Kryeministri Edi Rama zhvilloi këtë të mërkurë në Cerrik një bashkëbisedim me fermerë e sipërmarrës në fushën e bujqësisë, me qëllim për të ngritur një urë të re bashkëpunimi në funksion të rrugës antarësimit të Shqipërisë 2030 në Bashkimin Evropian. Gjatë këtij takimi, kreu i qeverisë pati kritika për kryetarët e bashkive që sipas tij janë shkëputur nga fshati dhe nuk po e shohin atë si pjesë të punës së tyre të përditshme. Në një mas të madhe, kryetarët e bashkive shikojnë fshatin si çështje të urbanizimit, si çështje të infrastrukturës rrugore, të pastrimit, të ndriçimit, por nuk e shikojnë si pjesë të punës tyre të përditshme në funksion të zhvillimit. Jemi në një pikë ku duhet patjetër të garantojmë kthes në këtë drejtim. Kërkoi nga të parët e qyteteve që të mos bëhen pengesë për fermerët, por t'i ndihmojnë ata. Pushteti vendor duhet bëhet pararojë në këtë sipërmarrje. Duhet jetë pika e parë mbështetëse për ata që duan të zgjerojnë sipërmarrjen e tyre ose që duan të bëjnë sipërmarrje të reja. Jo pushteti vendor të jetë problemi kryesor për të marrë një vërtetim, për të marrë një certifikat, për të marrë një leje, për të zhvilluar një projekt. Jo është kështu, jo është ashtu, jo është stall, jo është stall, jo duhet bëj stall, jo s'bëre stall, do një histori e pa imagjinueshme. Kryeministri foli edhe për fondin 250 milionë euro që Banka e Shqipërisë ka vënë në dispozicion për të mbështetur me kredi sektorin e bujqësisë dhe zhvillimit rural. Kemi vendosur në dispozicion të fermerëve dhe të fshatit edhe një linjë të re kredie nga Banka e Shqipërisë, 250 milionë euro, që është një shumë kolosale për t'u përgjigjur ambicieve dhe për t'i dhënë mbështetje projekteve në fshat. Takimi do të vijojë edhe të njëjtën dhe në përfundim të saj do të paraqiten konkluzionet që prodhoi bashkëbisedimi me fermerët dhe sipërmarrësit.